Mirëmëngjes të dashur Gafor, dua një mesazh për ju dhe mesazhi ju është 6 të shpatës. Kjo letër e tranzicionit, do ta quaj ashtu, largimit, dëshirimit pas një periudhe të vështirë. Jeni duke u larguar diku me anijen e juaj këtu. Është në këtë ilustrim artistik dhe të çuditshëm, pak do thosha, figura kryesore duket sikur po udhton në një anije të dashur Gafor të pazakont, e mbështjell nga shpata që përfaqësojnë mendimet, dhimbjen apo sfidat që je duke lënë pas, apo si këshill që duhet bërë këtë gjë. Është koha të largohesh nga ajo që të lëndon emocionalisht, mendërisht ose fizikisht të dashur Gafor. E dini që nuk mund të vazhdoni të qëndroni në vendin ku ndiheni bosh, mbyllur, të lodhur. Edhe nëse nuk e di saktësisht se ku po shkon, largimi nga dhimbja është fitore në vete. Mos e idealizo të kaluarën të dashur Gafor. Ka arsye e kësaj dëshire apo nevoje për të lënë çdo gjë pas. Kjo është thjesht një energji që do ju ndihmojë të largoni nga kjo gjë. Nuk do t'ju largoj kjo vetë, nëse nuk bëni vetë ndërmeni këtë veprim vetë të dashur. Në sfond duket zjarri ndoshta një e kaluar që po digjet, ndërsa kjo tullumbace lartë të qonë për te dhimbjes, drejt një të ardhmi më të qetë. Absolutisht jeni duke ecur, duke i lënë ujrat e trazuara pas vetës dhe duke dalë në ujra më të qetë të dashur Gafor, por duhet të ekzistojë dëshira në ju. Kjo është vetëm një energji që mund t'ju ndihmojë që këtë gjë ta bëjmë më lehtë se që mendojmë.